Mirëmbrëma Shqipëria ime! Mirëmbrëma revolucioni I paqes dhe I drejtësisë! Bashkimi jon e çon Shqipërinë në rrugën e vërtetë! Zoti e bekoft popullin shqiptar! Zoti e bekoft Shqipërinë! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Ju falënderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam e sigurt që të gjithë ne sot kemi 1001 arsye për të protestuar. Por unë sot do të shkëput një nga ato arsye që është themelore. Arsimi. Arsimi pa universitar sot është në rrezik. Dhe nëse themelet janë të dobta, nuk mund të presim universitete të forta dhe asnjë shoqëri të zhvilluar. Sot kemi 1000 arsye për të folur dhe për të plotësuar dhe për të protestuar për arsimin. Problemet janë të shumta dhe shumë prej tyre vazhdojnë të beten të pasgjidhura prej vitesh. Shqipëria po përballet me rënien e numrit të nxënësve për shkak të migracionit dhe të kurjes së popullsisë, ndërsa cilësia e arsimit mbetet një shqetësim serioz. Sot kemi ende shkolla ku ambientet dhe infrastruktura e tyre të lë për të dëshiruar. Kurikulat janë të mbi ngarkuara. Tegët e mësuesisë nga viti në vit po regjistrojnë një numër gjithnjë më të ulët studentësh. Jemi përballë një emergjence kombëtare për mësuesit. Nesër nuk do të kemi më mësues. Arsimi është investimi më I rëndësishëm që një shtet bën për të ardhmen e tij. Sot kemi 1000 arsye për të protestuar. Për arsimin, për shkolla më të mira për fëmijët tanë, për mësues më të vlerësuar, për kurikula më të dobishme dhe më të mira, për mbi të gjitha, për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Sepse kur shpëtojmë arsimin, shpëtojmë të ardhmen e vendit tonë, Shqipërisë. Faleminderit. Shqipëria e re! Shqipëria e re! Shqipëria e re! Nëse nuk vini dot të shesh protestoni, mund ta merrni protestën me vete kudo që jeni. Vendosni një flamur në shtëpiat tuaja, vendosni një pankart ku shprehni revoltën ndaj kësaj qeverie, merrni protestën me vete kudo që jeni. Qëndrestar në ditën e 23. Sheshi më I bukur në vend. A jeni lodhur apo jo? A doni të ikni në shtëpi apo jo? Bravo. Mirë atëherë, po bëjmë pak nxemje së bashku me himnin më të bukur. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Po nuk është vetëm Rama që duhet të largohet. Ne jemi këtu për të përmbysur të gjithë klasën politike. Raman Burg, Berishan Burg. Raman Burg, Berishan Burg. Raman Burg, Berishan Burg. Sepse ne jemi këtu që vendimarrjen politike ta kemi ne. Prandaj duhet referendum. 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 Teksa ne protestojmë për 23 ditë me radhë, qeveria ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin për taksimin e pasurive të patundshme, ku do të rrisë taksat për ne
që të mbush buxhetet e bashkive që kanë vjedhur dhe që janë në SPAK, dhe që do të zeroj taksat për oligarkët që do të ndërtojnë në zona preferenciale. Turp! 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 Por, gardet po bien nga do Shqipërisë, gardet po bien nga Zvërdeci në Rjoll, nga Rjolli në Kagome dhe kudo tjetër. Dhe kjo është merita juaj. I vetmi gardh që nuk do të bjerë, është gardhi që ne po i bëjmë këtu këti, derisa ky të iki në shtëpi. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Ne jemi këtu për studentët, ne jemi këtu për të rinjt, për të gjithë ata që ikin se nuk gjejnë shpresë në vendin e tyre. Ne jemi këtu për nënat, për fëmijët, jemi këtu për mjekët, për mësuesit, për punëtorët, për diasporën, për të pambrojturit. Ne jemi mbrojtja e tyre. E mbani mend, sigurisht që e mbani mend, se partia ishte tubimi gjigant ku bashkëtetarët tana u bashkuan. Si tha kryeministri, nuk po e citoj ashtu sepse është jo etike, por po them, e mbani mend të gjithë, tha që shqiptarët nuk ngrihen. Unë dua të kthehem edhe t'i drejtohem, të hapa të dritaren aty të ngreja do grinat, edhe ta pyes, a ngrihet populli shqiptar apo jo në maskara? Ju jeni ardhja e këtij vendi. Zoti e bekoft Shqipërinë, po e mbyllim së bashku edhe një herë me himnin ton të botrorit që bëhet këtu në shesh, dhe që është më i bukuri sepse ju, ne jemi kampionët e këtij botrori. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Ju dua